LSDM njoftoi se qeveria e Hristijan Mickoskit po përgatit terrenin për pranimin e propozimit francez. Antari i Këshillit Drejtues të kësaj partie, Andrej Zhernovski, tha se ministri i jashtëm Timço Mucunski para pak ditëve vetë pranoi se po bëjnë bisedime të fshehta. Se podgotува терен за прифаќање на францускиот предлог. Наши информации од Брисел зборуваат дека владата на Мицкоски тоа веќе го договорила. И тоа се јасни сигнали кои што пристигнале и од Брисел, и од Берлин, и од Париз. Ai beson se qeveria po përpiqet të krijojë një strategji për të paraqitur si fitore atë që deri dje, siç thot ai, ishte gënjeshtër dhe tradhti e lartë për ta. Ова сакам да ви го објаснам со тоа што сите заедно и како политичари, и како новинари, и како граѓани се зачудивме за наглиот пресврт во политиката и дипломатијата на Тимчо Муцунски. Се започна со тоа кога самиот призна дека ние не сме северно-македонци, како што ни тврдеа кога беа во опозиција, дека ние не зборуваме северно-македонски јазик, како што ни тврдеа кога беа во опозиција, туку напротив, дека денеска сме македонци и дека зборуваме македонски јазик. Ndërkaq Ministria e Punëve të Jashtme hodhi poshtë akuzat e LSDM-s se qeveria po përgatit pranimin e propozimit francez, duke vlerësuar se bëhet fjalë për një përpjekje për të krijuar histeri dhe për të dezinformuar opinionin publik. Në reagim thuhet se pretendimet për një marrëveshje të fshehtë ose negociata të fshehta janë të pavërteta dhe përbëjnë, siç theksohet, edhe një konstruksion tjetër të plasuar në opinion. Nga Ministria theksojnë se institucionet komunikojnë rregullisht me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, institucionet evropiane, Bullgarinë dhe partnerët e tjerë ndërkombëtar, ndërsa bisedimet zhvillohen në mënyrë transparente. Nuk ka lëshime në lidhje me interesat kombëtare, identitetin, gjuhën dhe historinë. Antarësimi i plot në Bashkimin Evropian mbetet përsaktim strategjik dhe objektivi përfundimtar i kësaj qeverie. Nga Ministria e Punëve të Jashtme shtojnë se ndryshe nga qeveria e mëparshme, politika e jashtme aktuale udhëhiqet me përgjegjësi në mënyrë parimore dhe në përputhje me interesat kombëtare.